rritjen dhe fuqizimin e kapacitetit mbrojtëse të Republikës së Kosovës përmes investimit mbi 1 miliard euro do të ndohen në mandatën e ardhshëm të qeverisës për blerje të sistemeve të reja të armatimit, për investime në infrastrukturë, regruttim dhe trajnim. Gjithashtu do të punohet në vazhdimsi për zhvillimin e industrisë së mbrojtjes. Në dhjetor do të fillojnë prodhimi i municioneve të para në Kosovë, 2 lloje të municioneve bazuar në A ka diçka konkrete, ministër, është funksionalizuar, ndërtuar, ndërtim fabrika? Për ne ka qenë shumë rëndësishme që makineria të prodhohet fillimisht dhe kjo është duke u bërë, është në përfundim në Republikën e Turqisë, sepse kompania MKE, me cilën kemi bërë kontratë, është kompani që është në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë,